Tani kjo është turbja e Kaplan Pashës. Shiko, Kaplan Pash Toptanit. Po. Tani, për gjithë ata që ndjekin, Toptanët ne kemi perceptim janë Tiranës. Toptanët nuk janë Tiranës. Janë Krutan. Janë Krutan. Ata kanë ardhur më shpejt se ty se mua, kanë ardhur nga 200 vjet përpara. Tani, mund ta tregosh shkurtimisht se është historia e zakonshme. Se ne kalojmë aty, se vetëm kjo ka ngelur. Ne kalojmë aty dhe nuk e dim që çfarë historie ka. Tani mbetet ende për të studiuar me dokumenta, por e rëndësishme është që Tirana i mbijetoi në rrafsh urban, u zhvillua dhe sepse dhe mund të shuhej. Mund të shuhej? Mund të mbetej fshat i vogël. Por u bë qytet, megjithëse rreth e rrotull kishte Krujën, Durrësin dhe Elbasanin. E kam thënë këtë. Po e rrethuar. E rrethuar nga 3 qendra shumë të rëndësishme. Shumë të rëndësishme. Kruja me atë histori shumë të hershme, Durrësi dhe më të hershme, por dhe Elbasani... Kur Durrësi ishte qytet, Parisi nuk ishte stacion kuajsh. S'ishte fare. Stacion për të shpëshuar kuajt nuk ishte. As Londra s'ishte. As Londra, as Parisi. Shumë qytete tjera. Por, i mbijetoi për shumë arsye, sepse ishte kryqëzim rrugësh dhe aktiviteti tregtar ka qenë shumë i rëndësishëm. Dhe në fund të shekullit të 17, fillimi i shekullit të 18 kanë filluar në dokumentacionin osman të shoh një shprehje që thuhet Kazaja e Krujës ose Tirana. Po ç'është kjo Kazaja e Krujës ose Tirana? E njëjta gjë. Ja, e njëjta gjë. Kazaja e Krujës ose Tirana? Shumë e rëndësishme, gjatë shekullit të 16 në literaturën osmane thuhej Sanxhaku i Ohrit dhe Ohri shihte nga Bregdeti këtej dhe gjithë ky territor përfshihen në Sanxhakun e Ohrit. Por në dokumentacionin perëndimor përdori edhe Sanxhaku i Ohrit ose Sanxhaku i Krujës. Koma më këtej domun. Kruja. Ishte. Sepse Kruja ishte aq e fuqishme ekonomikisht dhe nga pikpamja historike sa për perëndimin Kruja ishte qendër Sanxhaku. Dhe që të arri Tirana mbas 80-90 vjetësh t'i rëmbej emrin Krujës. E jashtëzakonshme është. Kush e bën këtë? Topijaj, Toptanët? Prit. Dhe në këtë kohë, kjo tregon që kemi fazën e zbritjes graduale të familjeve nga Kruja në Tiranë. Dhe kryesorët ishin Toptanët? Dhe në fund të shekullit të 16, pa u themeluar Tirana, në Krujë gjejmë mbiemrat e disa familjeve që më vonë bëhen tiranase, përpara Toptanase. 1580. 1580. Gjejmë familjen Konçi. Konçi janë nga Kruja, ha? Familja Mara. Mara nga Kruja? Nga Kruja. Janë të zbritur nga Kruja në Tiranë. Flasim për Kaplan Pashën, për Toptanët. Erdhën Toptanët. Në cilin vit? Vonë kanë ardhur. Vonë kanë ardhur sepse thash, aktiviteti i tyre kryesor kanë qenë tregtar me shumicë të vajit të ullirit. Kruja është e rrethuar nga ullishta. Shumë të hershme, madje 500 vjeçare. Ka një ulli, se më pretendoj që ka një ulli që është 2000 vjeçar. Atë jo, një koleg më tha që Instituti Bujqësor ka bërë disa studime për sa i përket ullinjve të Krujës dhe dalin drurët shumë të hershëm. Sa? 500 vjeçar. Kaq deri këtu. Aq. Në Afinë është në Greqi është një 3000 vjeçar, që është rekord. Jo, që është rekord, dihet ajo. Këtë nuk e di, por dhe vin Toptanët këtu. Tani Toptanët janë pasardhës të Topijeve. Ka një legjend, një gojdhën e cila duhet verifikuar. Jo, një studim që është bërë nga ende nuk kam ardhur aty. Thomas Frasheri, ai e ka. Ende nuk kam ardhur aty, sepse është dokumentacioni për fat, dokumentacioni osman është sistematik dhe i bollshëm. Sistematik dhe i bollshëm. Dhe në cilin vit erdhi Kaplan Pasha? Duhet këtë ardhur 1800? Nga mesi shekullit të 18. Dokumentacioni osman nuk flet. Afër 1800. Më shumë, më vonë. Më vonë 1800 e ca? Po. Dhe këta Toptanët nuk duhet mburren kështu që ne jemi Tiranës të ershëm. Ata janë Tiranës të ardhur. Familjet themeluese të qytetit, në dokumentacionin osman në 1614 dalin Reçët. Reç. Po. Farkat. Farka. Ti themi këto se do kënaqen ata që. Do Reçi. Farka. Hasa. Të paktën këto të treja po më kujtohen për momentin.
kurse të tjerë Familjet Reçi, Farka, Hasa janë ata që kanë themeluar Tiranën. janë familjet T'jeni krenar Rada. Rada Ua. Dhe është shumë interesante dhe Rada. që në vitin 1500 Reçi, Farka, Hasa, Rada, 4 familjet që kanë themeluar Tiranën. janë ndër familjet e hershme të Tiranës. Familjet më të hershme themeluese të Tiranës. Dhe në 1614 në fshatrat, në 1580 në fshatrat me emrin Tiranë para themelimit, më del një person historik me emrin Veli Rada. Veli Rada, Veli Rada, në cilin vit? 1580. Ua, Veli Rada Ramet Past, gazetari, humoristi që ka ndruar jetë, radiokranisti i sportit, komentatori i sportit, do thëmë mbas 500 vjetës që ishë ngjallur emri dhe mbiemri. Tani Kaplan Pasha se vdes për këtë histori. Saktësisht mbetet për ta eksploruar. Po mirë, erdhë do të Kaplan Pasha për të zotruar Tiranën, 4 djem u martuar me 4 vajza. Ata ishin shumë të fuqishëm ekonomikisht dhe erdhën, por duhet të s'po e merrnin dot. S'po e merrnin dot Tiranën. Sepse familja e Sulejman Pashës jo vetëm themeloi qytetin, por kishte edhe patronazhin ndaj qytetit. Po. Dhe ishte familja që respektohej si familja drejtuese e qytetit. Po tani 4 djemë ti me 4 vajzat e kujt? Po, të këtij, të kësaj familje. Të pasardhësve të Sulejman Bargji? Jo të Tembeut. Jo, është vonë, është më vonë e Tembeut. Është më vonë. Do të pasardhësve të Sulejman Pash. Do të 4 djemë të këtij u martuan me 4 motra. Ishte një nga rrugët për të ardhur për të hapur. Ky ishte një teknik për të pushtuar Tiranën. Do të thonë për gjithë ata që nuk e dinë, si është pushtuar Tirana nga toptanasit. 4 Kaplan Pasha. Le të mos përdorim këto termat e egërt të pushtimit. Po tani, po mirë pas si e mori Tiranën Kaplan Pash toptani. 4 djemë të tij martoi me 4 vajzat pasardhësve të Sulejman Bargjinit, i cili ishte themeluesi i Tiranës dhe pastaj ndodhi dhe